Të nderuar miq, dua të bëj me juve një quiz me shifra dhe fakte. 10.000 faqe dosja e Belit dhe dolin ja 300 apartamente dhe ca miliona euro nëpër Europë kur t'i gjejmë. Ky dirama prej vitit 98 ka dhënë 25 milion metra katror. Me 2.000 euro metri katror mesatarisht bëjmë 50 miliard. 25 miliard ka dhënë Tek dhe Republik, me firmën e tij si kryetar i KKRT-s. Pra, në 75 miliard, pyetja normale është, diku në bashkim merrte 20%. Sa miliarda mund të ketë ky njeri? Mos harroni që 15 miliard ishte vetëm fitimi nga hashashi, kur raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit e shpalli Shqipërinë. Shtet, prodhues, përpunues, transportues i drograve në botë. Për sa miliarda flitet që ky njeri mund të ketë në përbot? Kush e gjen? Mund ta komentoni?